Vllaznia në futboll për femra është kurorzuar si kampione duke fituar trofeun e 6 të saj. 3 tituj kampion dhe 3 kupa I takojnë vajzave kuqe blu pa harruar, 3 kampionate të fituar në siglën e Adës. Në ndeshjen e fundit të kampionatit vllaznia festoi titullin kampion, ndërsa tashmë objektiv mbetet një përfaqësim dinjitoz në eliminatorët e Ligës së Kampioneve. Emocionet pafundme, trofeu I dytë, pavarësisht se kampione prej 4 javësh. Tani shpresojmë për Kupën e Evropës, një paraqitje sa më dinjitoze. Përveç qenit kapiten, thjesht për një paraqitje dinjitoze për Kupën e Evropës. Po, prandaj do të përgatitemi. Vitet e kaluar nuk kemi qenë aq mirë, por para 2 vitesh vetë rezultatet e tregojnë këtë gjë. Tani shpresojmë për këtë vit. Po dyshim, sot ishte dita e fundit e kampionatit, ishte një punë e lodhshme, por në fund doli me sukses për ekipin tonë. Kena punuar gjithë vitin për këtë trofe dhe më në fund një dolme. Puna e mirë e nisur që në verë para Champions League dhe mrapa tregoj la frutit e veta. Po diskutim, është kampionati I parë që fitoj në futbollin e femrave pas Kupës Republikës dhe për mua ishte një sukses I punës time dhe I punës presidenti që ka për këtë ekip, edhe për gjitha vajzat e ekipit. Presidenti I vllaznisë Lazar Matia përveç këtij suksesi synon edhe ai Europën. Çdo titull, çdo rezultat I mirë të gëzon, normalisht titulli 6, rresht me këtë ekip normalisht gëzimi është më I madh. Mendoj se është një gëzim I ligjshëm, është një gëzim që edhe I pritshëm sepse është punuar për këtë rezultat. Vetë rezultatet e këtij ekipit t'japin mundësinë që ndoshta edhe mos t'jesh modest, por mendoj që është punuar shumë dhe sot po marrin frytet e punës 6 vjeçare të këtij ekipi. Mendoj që grupi është I plot, lojtarët janë premtuese, janë moshte, lojtarët që sikur të punohet me këtë ritëm, mendoj që jo në kampionatin shqiptar, por edhe në Evropë ky ekip do të ketë tjetër performancë, sepse janë vetë grupi lojtarë, është puna bame për disa kohësh me këtë ekip dhe mendoj që do të ketë vazhdimsi edhe për të ardhmen. Vllaznia fitoi edhe ndeshjen e fundit ndaj Tirana AS dhe me pas stafi bashkë me futbollistët festuan fitimin e titullit kampion.